Besmir Lesha, i ujësisë së Shkodrës, paguan sigurimet e punojësve, i ndan miliardat si karamele. Besmir Lesha ka fundosur shoqërinë e ujësisë së Shkodrës me menaxhimin skandaloz që u bën parave që janë besuar nga shteti. Por megjithëse prej një viti, shoqëria është e bllokuar nga datimet me sekuestro, drejtorit i jepen fonde nga Ministria e Infrastrukturës të bëjë tendera. Në këto ditë të nxehta korriku, drejtori Besmir Lesha ka dhënë 2 tendera të manipuluar, njërin për të afërmin e ish deputetit të Partisë Socialiste Paulin Stërgaj të Malësisë së Madhe, tjetrin për biznesmenin Ndoc Kulla nga Shkodra. Të 2 tendrat janë mbajtur në distancën e 5 ditëve dhe fituesit dyshohet se kanë qenë të paracaktuar. Më 17 qershor 2026 është mbajtur tendri i shoqërisë rajonale Ujësjellës Kanalizime, Qarku Shkodër me objekt ndërtim dhe shtimi i kapacitetit të sistemit të furnizimit me ujë në bloqet numër 1, 2, 3 dhe 4 në lagjen Marlula Shkodër. Nga buxheti i shtetit janë ndarë për këtë projekt mbi 269.8 milion lekë të reja, pa përfshirë TVSH-n. Lagja Marlula vuan prej vitesh furnizimin me ujë me orare të limituara. Tashmë që erdhën zgjedhjet, Besmir Lesha, që është një nga drejtuesit e PS në Shkodër, mendon të bëjë një rrugë e 2 ponë. Edhe kënaq me para Paulin Stërkajn, ish deputetin dhe ish drejtuesin politik të Qarkut Shkodër, edhe mbledh votat në këtë lagje të varfër. Kjo procedurë prokurimi për shkak të shkeljeve që kanë kapur filtrat e Open Data Albania ka merituar një flamur të kuq. Flamuri kuq vendoset nga Open Data Albania, platforma e ISIT, kur kemi indicie për korrupsion ose dyshime për favorizim fituesi. Në këtë rast, komisioni i tenderit i emëruar nga Lesha ka skualifikuar me një 7 kompani nga 9 pjesëmarrëse, duke bërë të lehtë shpalljen e fitues të bashkimit të kompanive të përfaqësuar nga Sterkaj SHPK. Në këtë procedurë u paraqitën oferta ekonomike që nuk u morën në konsiderat me justifikime të ndryshme. Kështu, Bashkimi i Operatorëve Curje dhe Mela SHPK propozoi ta bënte këtë punë me 228.7 milion lekë. Ndërkohë, Bashkimi i kompanive Nika Road Construction dhe ndërtuesi 2014 dhe Mane së SHPK ka ofertë akoma më të ulët, 185 milion lekë. Në këto nivele është edhe propozimi i kompanisë Pevlaku SHPK me vlerë 178.3 milion lekë, por është trajtuar si ofertë anomalisht e ulët. Më 10 korrik 2026, komisioni ka shpallur fitues Bashkimin Stërkaj dhe ndërgjoni me ofertë tepër më të lartë se të tjerat. Propozimi i Stërkajve është 245.5 milion lekë, por kriteri politik është përpara kushteve të tjera. Pavarësisht se u skualifikuan, ofertat e tjera tregojnë për një fryrje gjigante të fondit limit. Duket se parat janë për llogaritur enkas për të afërmin e Stërk. Kompania me letra është në emrin e Lulzim Stërkajt, kushëritë të politikanit nga Koptiku, në ndikimin e të cilit janë bërë favorizimet në tendera. Stërkaj nuk është më në krye të shtabit politik të PS-s në Shkodër, ndërsa në vend të tij është vendosur ministri që zëvendësoi Belinda Ballukun, Enea Karakaçi. Është ky që kujdeset tashmë që parat të meten brenda familjes së rilinjes. Për të treguar se sa fiktive është puna e komisionit të Leshës, po tregojmë një fakt që del nga dokumentet e tenderit. Firma pjesëmarrëse Jubica SHPK është shpallur e pakualifikuar, sepse nuk plotëson një numër të madh kriterësh dhe ka mungesë licencash dhe kualifikimesh që janë të domosdoshme. Por më i dyshimtë është fakti se kompania nuk ka paraqitur grafik punimesh, nuk ka asnjë prokurim që nuk e kërkon këtë grafik. Prandaj, kjo shkujdesje tregon që kompania nuk ka pasur fare interes. Këtë mendim të tonin e përforcon fakti se Jubica në këtë tender ka paraqitur licencën NP7E, që nuk është kërkuar në dokumente standard. Në fakt, kjo licencë është kriter kualifikimi në tenderin tjetër, që zhvillon një njëjti autoritet kontraktor. 5 ditë më vonë, e njëjta kompani jo vetëm shpallet e kualifikuar, por fiton në prokurimin e Ujësisë së Shkodër me objekt ndërtimi i rrjetit të Kuz për zonën e Shirokës dhe ndërtimi i rrjetit të Kuz për zonën Zogaj, Bashkia Shkodër. Në lojë janë plot 2.4 miliard lekë që janë marrë nga buxheti i shtetit për vitet 2026-2027. Gjithsesi, drejtori Lesha nuk e ka shqetësim buxhetin. Thjesht përndan lekë tek miqtë e tij nga Shkodra. Në tenderin e mbajtur me 22 qershor 2026 kanë marrë pjesë tuajse të njëjtat kompani që shërbejnë fazatës që jep imazhin e konkurrencës. Edhe këtë radhë nga 9 kompanitë pjesëmarrëse, 7 janë skualifikuar që në fillim. Jubica SHPK me pronar Ndoc Kullën do të shpallej fituese me 10 korrik 2026, ditën kur Stërkaj paralelisht fitonte tenderin tjetër. Edhe këtu nuk u përfillën ofertat më të ulta. Por ajo që bien syri se në këtë tender Stërkaj nuk ka paraqitur sigurimin e ofertë. Pra, nuk ka qenë interesuar për këtë procedurë, por për tjetrën që e kishte në xhep. Pjesëmarrja e Lulzim Stërkajt është krejt formale, sepse fituesit duken qartë se dihesin qysh më parë. I favorizuari Ndoc Kulla, pronari i kompanisë Jubica, është përfshirë në hetime nga SPAK për dyshime mbi afera korruptive dhe falsifikim dokumentesh në tendera. Pavarësisht se ka qenë në akuz, kompania e tij ka fituar miliona euro fonde publike, kryesisht për mirëmbajtje rrugësh dhe sinjalistik. Hetimet dhe dyshimet kryesore lidhen me këto episod. Tenderi i shpalur shem për të cilin SPAK e ka marrë Kullën si të pandehur për falsifikim dokumentesh në një tender me vlerë mbi 2.2 milionë euro, ta akuzuar bashkë me zyrtarë dhe ish-zyrtarë të tjerë, gara fiktive dhe favore. Sipas raportimeve, kompania e tij ka përfituar tendera përmes garave false, me kritere të përshtatura dhe oferta që shkojnë pranë fondit limit. Drejtorë të ndryshëm të autoritetit rrugor shqiptar si Evis Berberi, Ergyz Verdo dhe Gentian Gjyli implikohen për dhënien e kontratave në favor të tij. E ndërsa drejtori Besmir Lesha punon për këto lloj privilegjesh, shoqëria e Ujësisë së Shkodër është ndërshkuar nga tatimet sepse nuk paguan detyrimet. Lesha e mori detyrën në fillim të vitit 2024. Në atë kohë takimin e parë kreu në Bashkinë e Malësisë së Madhe, ku bashkë me kryetarin Tonin Marina e mashtruan qytetarët duke premtuar se situata e furnizimit me ujë do të rregullohej. Gjatë vitit 2024, Kuba e të ardhurave iku poshtë duke thelluar gropën e humbjeve. Humbjet arritën në 500 milion lekë. Përmbarimi bllokonte shoqërinë për shkak të borxheve të krijuara. Sekuestrimi i parë ndodhi në gusht 2024. E njëjta situatë edhe një vit më pas, në tetor 2025, përmbarimi gjyqësor sekuestron sërish shoqërinë e Ujësisë së Shkodër. Përsëri
Deri në vitin 2026 në muajin mars drejtoria e mbledhjes detyrime të tatimore të papaguara rajoni Verior ka urdhëruar bllokimin e shoqërisë. Dhe akoma deri më sot nuk janë paguar detyrimet tatimore. Kjo mungesë përgjegjësie duhet të shqetësoj pak, sepse po shpërndajnë miliona lekë me firmën e një administratori që nuk paguan as sigurimet shoqërore të punonjësve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.